Si avojse e kësojnat pak. Po i kom rujt se Jo, kur më i jo zon glova mi vënoj që ti. të këngëtore që kanë bo, që jenë fryje. Krejt prej qitu e kanë morë materiali. Ska qenë një të to di që materiali bigit. Jo vetëm të këto, po edhe ke këto për ke unë kanë marrë. Pse i fryshe ti bush, qa kishe nevoj? E, të kanë zë drejtën. Ja, mësëm kalzë, pse i fryshe, urna? Të kanë zë drejtën a di pse i fryva? E, unë hinë në tripa thash hajde dhe. Pse kryt po bëjnë, unë vini vete. Pendje, po më ka ramë, më se kam. A të kamerman vesh pak që të kamerman vesh pak. Ka vetë një cofë e vogël, se unë i kom pate vetë natyrale, edhe kot, shkova kej doktori, thash, frymi edhe une, mos po jes mangit. I fryva, kur e pash vete, Pra do t'ja fri buzën të kur e pash vete si travestit, që u bona, muaj ftyra, ka pa doktorin, kur dëm heket kjo buza se të vitë dhe të mysë. Tha, 6 muaj depresisht, dal nga dal më ra vete, shiqër zotit e kom bo. Po edhe ajo është luks qef, kush do ne ta bën, unë nuk them atë. Po mëre, po pse Unë jetë që do bëra ne? shaka për atë pjesën, normalisht për atë pjesën tjetër se ti se ke kompleks. Që do ne komplet. Jo, i kom bë edhe buzët, kom bë edhe botox, kreti kom bë më kur Po? Po mëre do ne kom bo. Edhe ti. Po i kom bo këtë tu e s'ka këtë. Po vëlloj, kom frye krejt. Ku i kiti këta? Kanë? Këta. Këto i lashën shpe, vëlloj se fëmija minalen. Kanë le. Ta non ti po del shpesh. Po? Ja le këto ja shkove, ta shpi javlovish, vo dje ja kum lojshin në panar me sa nipa. A ti jam të une? E shishkuat të kësyje, hop. Ja vëlloj, këto po të kallëzek sa qunë ginekologi. Se? Ha? Se? Fëmija se të lindin. Mene, hop, ja, luke. Big bre, vëlloj që në tim pëlqen jo që je lirë. Po. Jo lirë shtu për vitri që liruan sanë, po kështu e lirë, për mënej që shërren, a bëdin, i artiste ta, manë artiste. Absolutisht. Nuk mon staf, a bëdin, është për di e lirë. Edhe shtu bëta kështa, Qysh? edhe shtu kishtë jasja. Hajtë trusëm edhe pak sa birë mrika. Hajde shkodin salon, hajde të këshyri krejt njëri se ka gja fërti pas ke boda. Apo donë me më këshyrë? Unë edhe këtu se kom problem. Je, se vesh pak, të djallë, se ka keri, e kështë për bjetë lega nëjse. Big, A di që kur kemi qenë emisionin e saj, hej Bigu, pse se ke vazhdu emisionin vërtet ka qenë shumë i shikuar, një emision fantastik. Puna pse e ndërpreve emisionin një shkaku se unë u përngulla për në Turqi. Në periudhën ku shkova në Turqi. Edhe u ktheva pak as kisha një periudhë jetës time ku kisha nevojë të jap përkushtim jetës private vetes time se unë prej moshës 3 kom qenë nëpër televizione, nëpër mbrëmje, me këngë. Kështu që duheshta pak relaksohem edhe mendoj se hyna me një gjumë pak si të gjatë, edhe shoh se hey Big, çau të ndodh me ty, i është duk. Kështu që jam aktivizu sërish. A, do të fillosh? Po, do të filloj edhe me emisionin, kësmet me shtator, po njerë primare për mua është muzika edhe kënga me atë cilën e kam fillu. A di që e kemi shtri Mihrin me Bigun. Ka qenë emisioni më i shikun ka qenë. Edhe kena shtri Mihrin, kena fillu me gjvesh, me i pakujen operacionet plastike. a qaj ka thonë e diroma kësoj? Po, Ha? qaj ka thonë? I ka thonë, mëre kum një për Big Mame, vesh pse ka ke Big. Po e vetë nga që e më rinë ato aty lartë. Ej, a i më tha mu me gjithëmen qenë ke Big. Po kur e pash edhe unë atë, thash, unë e Big po se po edhe ti ko qa Big koke. Jo, ko qa Vesh Bigun për mblokit për shok to, na em. Ja të qërtu burin, të ka burin. A, të këmë thonë, për a i kom të i po. Big. Mirë, kjo është, o ka thani regjisor, sa bukur e ka thani, KPG-u kur tha, kjo është e vetëmja Big këngëtare, edhe në dukje edhe në këngë që këndon këngë të lehta. Po. Shumë bukur e ka thani. Po, është vërtet. Big. Haja. Qa pesision kështu? Unë mytu më këshyrë kënej, unë mytu. Marove. A pilak bona? Jep, që shtjem kon 72 e vetën e për A vetë je kona? E qka u botën e? Qka u botën e? I kalon shpi. Jo, pasha. Ja kanë sos. Jo. Ja kanë sos mija të ta Patulik me burën e roshën therra, po shpërtheva. Mirë, ato i pas ke lon të shpia, se fëmija ti kanë... E këto ku i ke lon? Ne, më shqiptarëve ju frynë mrapa, këtu fryjen hinë mrana. Po qëre, është mirë me pas që të, gëmue, shiqër dhe ti i kije. So në pisho plot, të në herë mëre, se për selfie që në përbon e lap. Selfie është i mirë, tash, a bëden që të lezeqëm. Tash se del e pash një selfie. Qëta, që ko. Jo, selfa belfije. Selfie bëfije. Qysh? Selfie bëfije. Qiraj. A dojna me pyt bashkë Bigun këngë të reja, i ka bo shumë interesant, po Bigu me këngën e fundit ku këni përdorë dhe kalashe,
Pse I keni përdor ato? Po, shif, asaj trupit tim edhe natyrës time I ngjante Gulinovi ta kenë aty. Po prandaj, pse kallash, ja Gulinov, ja mitralose. Po ato I gjetëm shpejt edhe hajt. Me bes kallash, a? Po. Metemina, zemër veshur metemina, u ka po sirosh, metemina, zemër veshur metemina, u ka po sirosh. Bravo. Metelina, që të metelina. Ej, a beson se kur I kemi bë këngën, nëse këngën e ka realizu Besi atje në Shqipëri, krejt ka qenë ai organizator, edhe ma çon tekstin e këngën, realitet njerë vetëm e ndigjova se në mirë shavesh. Unë e mirë shavesh me të mira. Thash, ki tekst o bes me të mira. Me të majra me kon, majri shkon, po s'ke me të majra. Edhe më thot Besi me Temina, thash çao burr Temina. Temina edhe unë për herë pare mora vesh me Temina që nga me Xixa. A me Xixa? Me Xixa, me gurrës Si ato. me Temjana. Me Temjana, po, me Temjana, me Temina. Uja, ja. Otaj. Otaj. Gjibon vetaj? Ku që me gjipa që të? Mos e të lëvejt punën. Valla bre keni një gjuhë interesant. Shumë të mirë. Valla të mirë e kena. Dialekt, pjesë dialekti. Dialekt, unë mendoj se dialekti më I bukur I Tetovarçës edhe mas mirë ti shkon këngëve. Ja, po. Këngëve dialekti Tetovarçës. Tash nuk du të Ja, po vokaliste ama kur këndosh Te na është konga 3 minuta me të këty në 5. A ke pa që ka na e marrim nusën me kerre me... Me kere me kije, me kere me qëtë qomës. Me qëtë qamilës. me rabe marrim. Me rab. Unë e përshkoj, se Ku ki përshkon? garant edhe pyetje tjera, këthefti që tu se flekte lakta, përshkoj, se kam ishin mi puna, pse fëmija se ne. A po, a? Se a haleje të I mojta, a? Pa. Bek, në mollë shtypit, Bë, në ba. shkrimit, në mollë shtypit, në vogël e shkrimit. Hajde bik ma shini për fëmira. Hajde shini për fëmira. Interesante. E me gason? Me Gason, po, Gason do ta përshëndes edhe pse sot e këndova vetë pa Gason këngën, me Gason nuk jam njoft. Gasoja është një djalë nga Gjilani I cili jeton në Zvicër, për momentin është në Zvicër, prandaj nuk është këtu. Ka dash të bën një këngë, e kemi një shok përbashkët, e thirr atë, du me Bigun bëj një këngë. Po, edhe vendosëm e bënëm këngën bashkë, e bëm videoklipin, e realizum, pa ashtu unë do të faleminderojmë se edhe kam thënë disa herë dhe shumë herë do të them, prej atij bashkëpunimit mu më mushtu edhe një mik tjetër shtëpie. Gasoja është bë një pjesë e jetës time, është bë një pjesë, si them, familjes, një shok, cilën çdo ditë e kam patjetër të raportoj se ç'a bëna, ç'a s'bëna, si kalon. Kështu që kam fitu një mik shumë besnik. Një mik. Një mik shumë besnik. Se këto gazeta ta përshkruan, ta Po, gjetën, ta qitën. Gazetat në fillim nuk e njihnin Gason e edhe bën një etiketë dhe me Big Mama Shën Valentinit e feston me atë. Bile mora thash demantoj, thash nuk e demantoj se do del këngë ta kuptojmë vetë, mos e çash, është mirë më vërtet ajo. Bigu, ishte shumë bukur që të kishim sonte në spektaklin. U kry kaqa.